Të dashur shqiptarë, sot kam pasur dhimbje të forta zemre. Shpresoj të jetoj dhe pak ditë që t'ua sjell të plot pikturën e qartë të fiseve ilire, që ka dalë komplet papritur e pa parashikuar. Dhe në çdo film që kam bërë deri tani, unë kam thënë që fisi i lirë Dokleate e ka marrë emrin nga tokfjalëshi helen Diokleas, ose Diokles, që do të thotë përmes famës së Zeusit. Kjo është shumë e rëndësishme sepse perandorët me këtë emër, sidomos më vonë perandori Diokletan, filloi të persekutonte kristianët. Pra, vetë emri Diokles ka patur kuptimin që Zeusi është i rëndësishëm dhe jo Jezu Krishti, por më vonë, gjatë periudhës kristiane, kjo u harrua, dhe emri i atyre që ishin kundërshtarët më të mëdhenj të kristianizmit filluan ta përdorin fjalën Diokles si fama e Zotit, e Krishtit. Pra ata që ishin kundërshtarët e mëdhenj të kristianizmit filluan të përdorin terma pagan për vetë perëndinë kristiane. Kjo është e gjithë historia. Çfarë ndodh? Emrin e fisit i lirë Dokleate e ka krijuar Plini i Vjetër nga fjala Dokle, që vjen nga Diokles, plus prapashtesën Atus, që bëhet në greqisht Atos, Dalmatos, nga fjala delme, por bëhet edhe Delmates, grua Delmate. Pra, kjo prapashtesë latine që e dim nga fjala barba, mjekra, barbatus, një njeri me mjekër të gjatë, është marrë nga iliro-helenët, por pa dinin e grekërve. Ky është zhvillim fonetik i grekërve në Iliri, dhe ata krijojnë emrin Dalmatos dhe Dokleatos. Të gjithë më kanë kundërshtuar që ti e ke gabim. Emri Dokleatëve nuk ka lidhje me Dioklean. Dhe emri Dioklea është vënë më vonë, ose është interpretuar emri Dokleatëve me emrin Dioklea nga grekët më vonë. Ky diskutim ka zgjatur që me krijimin e rrjeteve sociale, dhe unë kam diskutuar jo vetëm me shqiptar, por me studiues nga më të famshmët të gjithë botës, përfshi dhe studiues grek, që nuk e pranojnë që Dioklea është e lidhur me emrin e fisit i lirë Dokleates. Vetë grekët nuk e pranojnë gjë të tillë, sepse kjo nuk ka ndodhur në gjuhën greke. Ky ndryshim ka ndodhur në gjuhën iliro-helene, në Malin e Zi, dhe ky është mbiemër shqiptar. Emrat Dokle janë në Shkodër, janë në Kukës, janë në Tropoj. Personat me mbiemrin Dokle kanë një mbiemër të shenjtë i lirë. Është emri i Malit të Zi, origjinal, Dioklea. Ilirët e Diokleas. Dhe këta janë ilirët e fundit që kanë mbijetuar. Dhe flisin helenisht, përse do thoni ju? Janë gjetur 3 shkrime helene nga unë. Nga të gjitha shkrimet e shkruara në historinë e Ilirisë, Helladës, dialektit jonik në Azinë e Vogël, pra me mira dokumente, ekzistojnë vetëm 3 pllaka të shkruara nga njerëz të thjeshtë, që kanë ndryshuar fjalën Diokles në Dokles. Pra janë njerëz që nuk e din mirë greqishten, janë ilirë. Shkruajnë me një helenishtje të prishur. Ky ndryshim nga Diokles në Dokles nuk ka ndodhur tek grekët. Grekët s'din gjë fare. Ky ndryshim është vërejtur në pllaka të shkruara nga ilirë, në Azinë e Vogël dhe pranë Shkodrës, në Malin e Zi, pra Zot që është në qiell.
Pra, duke parë atë vendosmërinë time, Universiteti i Ohio's e ka pranuar më në fund që dokleatët dhe doklea është shtrembërim i fjalës Dioklea, por nga greqisht folës, por jo në Greqi. Është kjo, do e gjeni në Universitetin e Ohio's. Dhe janë vetëm 3 pllaka me këtë lloj mbishkrimi. Pra kjo që kam bërë unë është përtej imagjinatës njerëzore, pastaj unë përdor inteligjencën artificiale dhe inteligjenca artificiale thotë këtë drejt. Të gjitha llojet, Gemini i Google-it, ChatGPT, DeepSeek, të gjitha mund t'i përdorni do ju nxjerrin të njëjtin rezultat që tham unë. Këto 3 mbishkrime unë i kam marrë nga Universiteti i Ohio's, sepse ata do t'i fshehin me siguri, por është vonë, unë i kam marrë, do i nxjerr poshtë filmit. Janë 3 mbishkrime në 3 skaje të ndryshme të mesdheut, të shkruara nga jo grek, por në greqisht, të shkruara nga Ilir. Dhe këta Ilir kanë bërë ndryshim në fjalës Dioklea në Doklea. Origjina e fisit Ilir Dokleates dhe origjina e mbiemrit Dokle. Në gjuhë slave kjo është bërë Dukle. Fatmirësisht edhe slavët e kanë ruajtur këtë emër në malin e zi, pa e ditur fare që kjo është origjina e fjalës Diokles. Dhe fjala Dio do thot Jupiteri, Zeusi, është dielli, është origjina e fjalës diell. Dioklea. Edhe njëherë, Zeusi është dielli. Kërkoni fjalën diell, shpjegimin tim. Fjala ditë dhe fjala diell vijnë nga gjuha hitite, Tiavat, perëndia më e rëndësishme e diellit. Dhe tani, ç'a ndodh? Unë bëhem i pavdekshëm. Unë nesër si kur të kem atak në zemër, mua nuk më mbetet merak. Kam zbuluar që ilirët vërtet flasin helenisht. Dhe helenët nuk din gjë fare për një gjë të tillë. Këto zhvillime fonetike kanë ndodhur tek ilirët. Ata shkruajnë në greqisht, në 3 skaje të ndryshme të mesdheut. Dhe shfaqet ky mbiemër nga Diokles në Dokles. Dhe është origjina e fisit Dokleate, që përmend Plini Vjetër. Dhe emri Dokleate është krijuar pra me prapashtesën latine atus, që bëhet premrat femëror ates në greqisht dhe atos premrat mashkullor. Dalmates, grua femër nga Dalmacia, në ilirisht. Dalmatos, banori i Dalmacis, në ilirisht. Pra ilirët flisnin greqisht, të dashur shqiptar. Po ashtu është emri i fisit Labiates. Në Shkodër, me monedat e tyre, koinon Labiatan, dhe ky ka qenë zbulimi im i parë, monedat e Shkodrës, në vitin 2020, filmi im i parë për Shkodrën, që ka dalë në YouTube. Të gjithë u çmendën, thanë, ç'a po thot ky? Koinon Labiatan në numër shumës. Pra Labiates, një lloj si Dalmates, dhe Dalmatos, dhe një lloj si Dokleates. Dokleates është emër femëror, sepse edhe Diokle është emër i gjinisë femërore dhe kjo në greqisht do të ishte Diokli. Eja fundore bëhet i në greqisht, por tek ilirët është Diokle. Dhe kjo kthehet në Dokle. Është emri i famshëm i banorëve nga Shkodra, Dokle. Kemi edhe një deputet të Partisë Socialiste që unë adhuroj, Dokle. Nuk e dia jeton më. Ka qenë një njerëz i shkëlqyer. Një ilir i vërtet. Mban mbi emrin Dokle,
që nuk është në Greqi, është vetëm në Shqipëri, mbi emri Dokle, dhe vjen drejt për drejt nga ilirishtja, do thot fama e Zeusit. Tani fjala Klea në Shqip është me klujt, quaj, është në gjuhën e arbreshëve dhe të arvanitasve. Kluaj, është Klea, fama e Zotit. Kjo është për te imagjinatës njerëzore. Pra, ilirët kanë folur helenisht. Është e sigurt. Ky zhvillim fonetik ka ndodhur në gjuhën ilire, pa dijenin e grekërve fare. Është origjina e emrit të perandorit Diokletan, që persekutoi kristianët. Ai donte të ngrinte Zeusin në qiell dhe të rrëzonte kristianizmin. Por nuk i arriti dot. Dhe çfarë ndodhi? Emri i Zeusit pastaj u bë emri për Krishtin. Diokles, fama e Zotit, fama e Krishtit. Por në fillim ishte vetëm emri i Zeusit. Është emër pagan. Ta shikojmë bashkë, janë vetëm 3 pllaka. Pllakat që janë në Universitetin e Tiranës, në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, në Bodrum, nuk kanë asnjë vlerë. Këto pllaka janë kopjuar, janë dërguar në Universitetin e Ohio's, unë i marr nga Universiteti Amerikan dhe po e sill juve. Gurët nuk kanë vlerë, teksti është thesari që po e sill unë. Mund të vlej miliarda euro ky tekst që po ju çoj unë poshtë filmit. Është i pakrahasueshëm si vlerë. E kuptoni apo jo? Unë këto filma nuk i bëj për ndonjë përfitim material. Mua më ka rënë lotaria e pavdekësisë. Ta shikojmë bashkë. Sepse është e kot t'ju shpjegoj rëndësinë e këtyre 3 dokumentave, 3 pllakave me emrin Diokle. Të dashur shqiptar, kjo është pllaka e parë, është gjetur në Azinë e Vogël, është në greqisht, por një greqishte jo e pastër. Nuk është greqishtja atikës, është një greqishte e folur nga njerëzit e thjeshtë, dhe emri Diokles është bërë me një gabim gjuhësor. Është shkruar Dokle. Pra këtu ka ndodhur ndryshimi në Azinë e Vogël për herë të parë. Këtu është varri i një personi i quajtur Dokleus. Është një emër femëror, por në greqisht emrat mashkullor vijnë nga emrat femëror, pasi një lloj problemi kur përdoren si emër përkëdhelës. Kjo ndodh në greqisht, është karakteristike greqishtes. Pra, ilirët flisnin helenisht. Dhe këtu është personi i quajtur Dokleus, i shtrirë në varr. Gruaja e tij është Athenaias, me emrin Athenas. Vajza e tij quhet Diotemos. Dhe ai thotë që në qoftë se një njeri e prek të varr, do paguaj një gjob shumë të rëndë. Por gjoba do paguhet me monedha të perandorisë romake, në dinar. 3.000 dinar është ndëshkimi për ata që e prekin varrin. E tmerrshme, për një njeri të thjeshtë kjo do të ishte katastrofë. Prandaj, ky ka qenë njeri shumë i rëndësishëm me emrin Dokleus, por vjen nga Diokleos. Më shikoni? Kjo është për te imagjinatës njerëzore. Pllaka e dytë është gjetur gjithashtu në Azinë e Vogël, në Izauria. Po ashtu kemi të bëjmë me një sarkofag që i përkiste një iliro-heleni Diaferon, djali i Dokletianos. Përsëri, në vend që të shkruhet Diokletianos, një lloj si perandori Diokletian, është shkruar Dokletian. Pra, është emri Dokle ose Dokles, fama e Zotit. Përsëri është një tekst i shkruar nga persona që nuk e din mirë greqishten. Pra nuk janë grek të pastër, janë grek folës ose grek shkrues. Si një person që mund të bënte gabime në anglisht, është e natyrshme që nuk është anglez. Pra, ky person fliste greqisht, po jo në mënyrë të përkryer dhe bën gabimin e
Emri Dokletianos nga Diokletianos është një gabim shtypi, por që filloi të përdoret në gjuhën e përditshme. Pra ky ndryshim ka ndodhur në Azinë e vogël për herë të parë, dhe ky është rasti i tretë i gjetur në Sicili. Është përsëri në një pllak varri dhe personi i varrosur quhet Dokletianos përsëri në vend të fjalës Diokletianos, një lloj si emri perëndori Diokletian. Pastaj unë diskutoj me ChatGPT-n dhe sqarojmë që pjesa e parë është Dio, do thot Zeusi, dhe kjo është ndryshuar në Do. Pjesa e dytë është Klea, nga Kleos, do thot fama, lavdia. Është e njëjtë me fjalën shqipe kluaj, quaj. Ky është zbulimi i Joklit që e kam shfrytzuar unë. Pra, fama ime është ngritur mbi supet e Joklit, Majrit, Pedersenit, e kam thënë në çdo film që unë jam bërë një studiues kaq i mirë sepse i kam studiuar me themel këta tre autorë të mëdhenj. Pra, përfundimisht, Diokles është origjina e fisit i lirë Dokleate. Pra, të gjithë studiuesit e Oxfordit, të dashur shqiptar, që më kanë kundërshtuar mua me dekada të tëra, sot teoria e tyre është kthyer në hi. Inteligjenca kompjuterike thot vërtet, keni të drejtë, më thot mua, në një dialekt helen, Dio ose Zoti ka dhënë Do, Doklea. Është e sigurt dhe kjo është zona Dukle në Mesjet, emri malit të zi, nga shekulli 10 deri në shekullin e 12. Pastaj ata janë ndryshuar në Çarën e Gure, që do të thot pikërisht mali i zi. Të dashur shqiptar, ajo që të bën përshtypje është se pikërisht kjo është shumë e tmerrshme, ndoshta është emri i fjalës Zoti, sepse kjo është quajtur Zeta. Fjala Zeta është përkthim i fjalës Dios, Zoti. Me një frymthell. Mënyra se si e shqiptojmë në fjalën Zoti është regjistruar në gjuhën mesape. Dios në gjuhën mesape është bërë Zis. Pra D-ja bëhet Z në gjuhën mesape, është emri i Zeusit. Dhe këtë e di çdo shqiptar, e din dhe turbo albanët, e kanë nxjerrë në faqet e tyre të internetit, por askush deri më sot në jetë jetëve nuk ka guxuar të thotë që fjala Zeta është në fakt interpretimi i fjalës Zeta, Zoti në gjuhën e ilirëve të dashur shqiptar, sepse vetë emri Zeta vjen drejt për drejt nga fjala Dokleat, është shkurtimi i fjalës Dokleat, fjala Zeta. Dhe kjo ndodh vetëm në gjuhën shqipe. Pra sot ne kemi gjetur origjinën e fjalës Zota në numërshumës që është gjithmonë në shqip, që shkurtohet në Zot. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, nuk e kisha menduar, dhe kjo doli gjatë diskutimit me inteligjencën kompjuterike. Pra mua nuk më kishte rënë në mend, me thënë të drejtën, që fjala Dokleate është shkurtuar në Zeta. As më shkon të ndërmend, po në gjuhën shqipe fjalat shkurtohen. Amicus në mik, Kabalus në kal, Medicus në mjek dhe Zokleates në Zeta. Një lloj siç u bë Deus në Zis në gjuhën mesape. D-ja bëhet Z. Po ashtu D-ja bëhet Z edhe në gjuhën arumune. Zeusit ashtu i thon Zeu në gjuhën arumune, tash ti më kujtua, edhe në gjuhën rumune kështu i thon Zeut Zeu. Pra ky ndryshim fonetik ka ndodhur në gjuhën arumune dhe në shqip. Zeta është Zoti, është Zeusi. Pra, krejt pa dashur, sot kemi zbuluar emrin e Zotit të dashur shqiptar
dhe ja vlente të jetoje deri këtë ditë. Është një ditë e veçantë. Pra, kjo fjalë është regjistruar në gjuhën slave Dukle, është Doklea në gjuhën bizantine dhe vjen nga Dioklea. Është e sigurt. Por ky ndryshim fonetik ka ndodhur në Azinë e Vogël, ka ndodhur në Sicili dhe ka ndodhur pastaj si emri i fisit i lirë Dokleat. Pra, ilirët flasin helenisht, është e sigurt. Kjo ndodh në dialektet helene ky ndryshim, por jo në Greqi, në Iliri. Helenët e Ilirisë kanë krijuar këtë emër. Emrin e fjalës Zot, Zeta. Merri frymthell. Gjyshrit tanë kanë folur një dialekt helen të dashur shqiptar. Është e sigurt. Emri Zotit vjen nga Dokleate ose Zokleate, fama e Zotit të dashur shqiptar. Ky është emri i Zotit. Sot kemi gjetur emrin e Zotave. Ta shikojmë këtë datë sepse do mbetet në histori. Sa herë që njerëzit t'i luten Zotit, ata do i luten Zeusit të ilirëve. Ta shikojmë datën. Është ora 7:43 pasdite, është ditë e shtunë, 22 nëntor, viti 2025 dhe para kësaj date. Asnjë studiues në historinë e njerëzimit që me krijimin e shkrimit deri tani nuk e ka ditur origjinën e fjalës Dokleate të dashur shqiptar. Gëzohuni. Arritja ime është arritja juaj, nuk e kuptoni? Të gjitha zbulimet e mia janë zbulimet tuaja. Kjo që ka ndodhur nuk zhbëhet më. Ne sot i kemi thënë vdekjes jo. Ne sot kemi mposhtur vdekjen, të dashur shqiptar. Unë bashkë me ju. Po të mos kisha bërë këto filma, në jetë të jetëve, kjo nuk do ishte zbuluar kur. Sepse janë vetëm 3 pllaka, të gjetura jo në Iliri, por në Azinë e Vogël dhe në Sicili, në Itali, origjina e fisit i lirë Dokleate, fama e Zotit. Do të them edhe diçka tjetër. Unë kam jetuar ka gjatë faljush. Sepse në vitin 2020 unë i kisha humbur të gjitha shpresat. Por dëshirën për të jetuar unë e mora prej jush. Më keni dhënë jetë. Kam lindur për herë të dytë në vitin 2020. Ja vlente, apo ja? Unë jam sot njeriu më i pasur i botës. Kam gjetur emrin e Zotit. Dhe mbi emrin Dokle, të shqiptarëve të Shkodrës, dhe të Malit të Zi, dhe të Kosovës. Është emri i lirë, i pastër. Dhe ilirët kanë folur një dialekt helen, është e sigurt. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Ju faleminderit shumë. Jam shumë i mallëngjyrë.